Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, në pjesën e personalitetit të ditës apo të ftuarit për ditën e sotme në emisionin e pasdites, jemi zhvendosur në Pizza Pronto për të folur konkretisht për eksperiencën dhe përvojën e pizzaiollit Flori Mahmeti. Është një ndër pizzaiollet më të njohur në qytetin tonë, me një përvojë të madhe jashtë dhe brenda vendit. Për më tepër, për veprimtarinë e tij do të na flet ai në vijim. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje. Fillimisht, unë e përmenda pak më herët që keni një eksperiencë dhe përvojë shumë të madhe në këtë drejtim. A mund të na thoni pak, na flisni për rrugëtimin tuaj me picat? Po, rrugëtimi im në botën e picave nisi nga pasioni dhe puna e përditshme që e bëjmë ne në këtë profesion. Dhe dashuria për këtë lloj pune që e kemi. Si u dashurove, le themi, ose çka të bëri që të dashurohesh në këtë profesion? Ky profesion bën dashurohesh se është art, jep kreativitet, keqa dregon për picën, keqa dregon detaje për gatimin që e bën. Sa vite ke eksperiencë mjeshtër i picave? Po eksperiencë kam gati 14 vite që e punoj këtë punë. Do me thënë ke pat eksperiencë edhe jashtë vendit edhe... Po, kam pas edhe eksperiencë jashtë vendit. Kam punuar në Danimark, fillimet i kam pas, atje kam marrë zanatin, edhe pastaj kam punuar edhe diku tjetër. Tash jam zëvendësuar në Tetov, punoj te Pronto Pizza, që jam të dhënë maksimumin për të arritur në piztre dhe një send interesante të sjellim Tetovës. Po, në për ambientet të jashtme ke punu më shumë apo të brendshme? Po, unë e preferoj të punoj në ambientet jashtme, jo në ambientet mbyllura në kuzhinë, se bëjmë edhe akrobacione jashtë, kemi që tregojmë më shumë për klientët tanë. Cili është sekreti një brumi, le të themi, perfekt për pica? A mund ndonjëherë të dështoj? Çfarë sekreti keni? Çfarë recepte mund të themi? Sekreti është të jetë milli i mirë, të kesh fermentim korrekt, duhet të rije 24 orë ose 48 orë, edhe del mirë. Përmendet fermentimin, sa rëndësi ka fermentimi i brumit edhe sa kohë mund të zgjatë të rinë? Ka shumë rëndësi, duhet të zgjatë 24 orë edhe 48 orë. A ka rëndësi lloji i miellit që e përdorni? Çfarë mielli ju përdorni? Ne përdorim tip 00, është më i mirë dhe jep strukturë kreative në picë. Për sa i përket temperaturës së lartë të furrës në kuzhinë, çfarë rëndësie ka apo si ndikon temperatura e furrës në rezultatin final? Temperatura e furrës në rezultatin final ndikon mirë, duhet të jetë sa më shumë temperaturë për ta pjek picën ta bëjë më krokante edhe më mirë. Të jap atë skuqjen e rrethit siç i duhet. Ju për vete cilën e keni picë të preferuar? Po, unë si zakonisht e preferoj margaritën, se me picat tjera më nuk i pëlqej, margaritën e ha. Sa rëndësi kanë, apo le të themi ndryshe, cilët janë përbërësit kryesor më të rëndësishëm që një picë të jetë cilësore? Temperatura është e rëndësishme, fermentimi i brumit, është e rëndësishme salsa që e shtin, kashkavalli, e tjerë. Po, përmendet salcën, gjathin, si bëni zgjedhjen e këtyre produkteve, për shembull salcës, gjathit? I zgjedhim pjesën më të mira edhe më taze, që të dale më mirë edhe për klientët. Po. A preferon stil tradicional apo eksperimenton me shije të reja? Preferojmë stil tradicional, po kur eksperimentojmë me sjellje të reja, mendojmë të sjellim diçka të re, po për më shumë jemi të punu me stil tradicional këtu të vendit. Përmende pak më herët se cila është pica jote e preferuar, po cila ka qenë pica më e vështirë që ke përgatitur deri tash? Ne që kemi përgatitur, këtu e kemi përgatitur atë picën, me gorgonzola, me hopla, me spanak, dhe më thonë pas sos kuq, kemi pru diçka të re për tetovarë. Në secilin profesion ndonjëherë ndodh edhe ndonjë komplikim, dështim. A ka ndodhur ndonjëherë që për shembull të ketë ndonjë kushtimisht të dështim në përgatitjen e picave apo në kuzhinë dhe çfarë keni mësuar ju nga ai dështim? Po patjetër që ka dështime në kuzhinë, ata që punojnë gjithë e dinë, nga dështimi mëson që ta përballojsh presionin, ta përballojsh temperaturën dhe dështimet më shumë ndodhin kur mundohesh shpikisht dhe nisje të re, punojsh për qit dhe nisje të re dhe normal, të artë të shia ku duhet, dështon. Edhe përsëri e provon deri të dalish ati ku duhesh. Po. Por megjithatë ka raste kur e kam vërtetur edhe unë shumë shpesh që këtu tek Pizza Pronto ka shumë klient dhe presioni bëhet më i madh. Si e përballoni presionin kur keni shumë porosi, shumë klient? Unë si ekip
jena mësu gati çdo ditë me të njëjtin presion. Presionin arrim ta përballojna me komunikim mes stafit, jena stafi mirë dhe ja dalim ta përballojmë presionin edhe pse është shumë presioni i madh. Megjithatë ka shumë njerëz që mundohen të përgatisin picat edhe në shtëpi. Sigurisht që nuk mund t'i bëjnë si ju që i bëni nëpër piceri, mirë po provojnë. Cila do t'ishte këshilla juaj për ata që përgatisin pica në shtëpi? Po ata që përgatisin pica në shtëpi, domethënë duhet t'i kushtojnë më shumë rëndësi brumit, nuk duhet ta ngarkojnë picën shumë, ta bëjnë më të lehtë edhe dalje pak më e mirë. Për shembull fillestarët, çfarë gabime mund të bëjnë në fillim kur fillojnë të bëjnë pica? Fillestarët në fillim e teprojnë, nuk presin me fermentimin e brumit, e teprojnë me përbërësit e picës, domethënë që thash më herët, më pak t'i shtojnë picës është më mirë për si fillestarët, po edhe për ne. Si ta ngarkojsh picën shumë, nuk del ajo çka do. Po. Nëse do të krijoje për shembull një pica në emrin tënd, meqense thash ke përvojë të madhe edhe pica cilësore ke bërë deri tash, ke përdorur shumë përbërës, nëse në emrin tënd do të krijoje një pica, çfarë emri do i kishe vendosur? Apo çfarë përbërësish do i kishe vendosur? Përbërësi do i kishe vendosur çata që thash më herët, poplla, gorgonzola, spanak, edhe mozzarella, edhe del pica perfekte. Ky është edhe kombinimi për një pica të çuditshme, le të themi. Po. Kjo është kombinimi shumë i mirë për këtë picën e çuditshme. Cila është vështirësia më e madhe që e përballon në kuzhinë? Apo sfida më e madhe? Ka ndonjë sfidë me cilën përballesh? Po duhet të jesh i shiqet, duhet ta marrësh qetë, punë i shtruar, nuk duhet me stres edhe i arrin ta dalësh çdo porosi e bën mirë. Çfarë porosie do të kishe për të gjithë njerëzit, klientët? Çfarë duhet kenë kujdes në gjatë kohës kur konsumojnë pica? Nuk duhet ta teprojnë apo? Se kemi për shembull një njerëz që shumë i ka qejf picat edhe nuk mund të ndalet. Çfarë këshilla do t'ju kishe dhënë? Normal, nuk mund të haje më shumë, se do të marrë diçka më lehtë, të haje më lehtë, edhe dalë më mirë. Pra ju këtu keni edhe pica me përbërës më të lehtë, edhe më të... Po, i kena edhe përbërës të lehtë, kena edhe përbërës të ngarkuar, kena edhe shumë pica të ngarkuar, që edhe njëherë me shëndetin e plot, se ne përballon. Po. Do të kalojmë në pjesën e kuzhinës për të parë se si e përgatitni ju një picë, çfarë pice do të na përgatitesh sot? Po, patjetër sot do ta përgatitim picën bufala, edhe një picë desert pica me çokoladë, me banane, me dredh, dëshmon çka do bëj. Po, edhe do të bisedojmë, vazhdojmë bisedën andej. Faleminderit shumë. Si zakonisht brumin e marrë më të butë pakës. Dhe me hapën e picës. Ka brumi butë, është më i mirë. Për pizzajollet që i kam përvojë. Për pizzajollet fillestar, preferohet më shumë brumi fortë. Që do tani është thjesht. Sa kohë mund të zgjat për shembull pjekja e picës? Po kur e ka temperaturën e mirë edhe 400 gradë, 7-8 minuta i shkon të picës. Për të gjitha picat është njëjtë apo ndryshon? Njëjtë është fillimet, pastaj kur ka shumë gushba ajo shkon të rapa temperaturë edhe shkojmë pakës më lart. Tash nuk duhet ta prekim shumë picën ta lëvizim, që mos e çajmë derisa të forcohet të fundi. Edhe pastaj e shohim a mos a djeg bikondi, që mos i qesim djegët të klientit. Në me thonë njerë të shku.
Përbërësish i vendosim sot? Shkruaj me rukollën. Këto janë ato fresh që i përmendëm pare si marrim mataze. Me prosciutto timosën. Që edhe shire tomate. Në fund t'ja fugim peston. Edhe pak krem balsamico. Në ndeshëm të mozzarella. Që edhe parmezani. E kjo është fermentimi 24 orë i brumit edhe 48 orë për dalë pizza kështu. Do me thënë picën kryesore dhe tash do të bëjmë një tjetër. Shkojmë atë që e kena picën me Nutella. Kjo është e ëmbël, do me thënë. Si quhet kjo pica? Picë me Nutella. Ka përbërjes dredhës edhe banane. Hapët si këtë picat. E hekim millin. Banë pak. E hapim 30 cm. Mos më ngroj pufka se ngrahet pufka brumi, e shkojmë kështu. Që t'jese e ndëse të brenda edhe më të haje mishteria mu apo klienti. Dhe me thëmë prapë do të shkoj njëjtë me minuta. Po njëjtë shkojnë me minuta, 7 minuta dhe të arim deri te pjekja perfekt. Sa i shkojmë ja fugim Nutellën. E kjo është ajo pizza e nonë që i thame në me shëndet në erë në hash. Po njerë ma pa di provojnë. Sa e thjeshta. E në ndajtim si që lacova. Shkem shaj me të rjeza. Rejtën matima, që edhe gjatë ngrënjës nuk tep siklet. Çdo gjë është në vetë. Për ato manipulimet e vogla që i bëjnë. A mund shohim edhe nga ju ndonjë akrobacion? Po, pak akrobacion me pica. Qaq sa mundemi. E marrim brumin prapë hapim. E hapim normal për ta bërë pica. Edhe
marrim nga vërtetin. Dhe në fund e qajnë, e marrim edhe një brumë tjetër. E vazhdojmë prapë në nivelin e aprovacionit. Edhe kjo është një ndër Tjetër. aprovacionet tjera. E marrim edhe një brumë tjetër. Shkaqim aprovacionit. Ne ju falenderojmë shumë që keni ndarë sot nga koha juaj për të qenë pjesë e emisionit tonë edhe ne për të parë pak më shumë edhe pak nga afër se si përgatitet një pica. Faleminderit edhe për ju që këtë sot na vizituat neve në Pronto Pizza, po shpresoj të venit na vizitoni edhe si klient që do ju shërbejmë pica. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, në këtë emision kemi folur me personalitetin e ditës edhe temën për sot ku kemi folur për përgatitjen e picës, për bërësit që duhet, për dalë një picë sa më cilësore dhe sa më e shijshme për të gjithë klientët. Vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak.